linjën qeverisë dhe askush nuk guxon që ta dyshoj, jo më ta kundërshtoj, kjo përbën një problem. Sepse ministrat janë njerëz edhe drejtues politik, por në thelb janë edhe njerëz cilët e njohin fushën ose kanë pak a shumë një qasje të njohjes fushës. Dhe nëse ata do të përballeshin, për shembull ministri i Financës me një vendim të kryeministit që siç mori rastin e incineratorëve apo raste të tjera, askush nuk do guxonte të vendosë të kundër. Pse? Sepse janë njerëz të cilët e kanë pranuar përkuljen. Ju nuk harrohet fakti kur fotografia e Mirela Kumbaros, e cila në qoftë se do e shkëputesh nga fotografia e përgjithshme, ajo është një person i kompletuar për sa i përket detyrës si kryet Ministrisë Arsimit. Pra nuk mund të thush që është një person i cili nuk ka aftësinë apo nuk ka ekspertizën e duhur për të drejtuar arsimin. Ma të dy ishte vënë që fillim arsimit sepse është një pedagoge jetë gjatë dhe realisht është një pedagoge e talentuar. Ne na kena pas fatin si unë si Anëri na jepte një orë leksioni dhe kemi parë se çfarë talenti ishte në lëndën e saj, pa diskutim njëtë edhe këto. Por, mos harrojmë, fotografia famshme kur Rama i shkon aty dhe e bën të qaj, pra imagjinoje autoritetin e një kryeministri i cili poshtroi përpara gjithë shqiptarëve, para gjithë kamerave dhe kolegëve të saj dhe kolegëve të tjerë të opozitës, varsën e tij, ministrën e tij. Imagjinoje çfarë integriteti dhe dinjiteti kanë këta njerëz. Pavarësisht kompletimit të tyre, janë zgjedhur aty, jo se janë njerëz që nuk kanë bërë punë të mira. Dhe janë zgjedhur aty jo se kanë bërë punë të mira. Janë zgjedhur vetëm për faktin se ata i nënshtrohen frymës, ideve, mënyrës se si e koncepton Edi Rama ndërtimin e shtetit. Është Edi Rama pa kërkëndësi se kush është X, Y, atje, është Rama kudo. Këtu është problemi i autokracisë dhe ajo çfarë përbën thelbin më problematik të kësaj shoqërie. Imagjinoni ju ministrin e bujqësisë, i cili mori një emër shumë të ri, ndoshta i shkëputur totalisht nga konjunkturat politike. Do të përballet me oligarkët shqiptarë të cilët importojnë produktet e shportës ushqimore. Do të përballet. Ky do të mbrojë politikat vendse, bujqit vendës, do mbrojë bujqësinë, zhvillimin e bujqësisë brendse përballë këtyre oligarkëve. Ku e ka guximin ai për të përballur me këta? Të cilët këta oligarkë arrin deri aty sa kanë propozuar ligjin kuvent, duke manipuluar dhe duke blerë deputet për t'i quar flukset të tyre ekonomike drejt bizneseve që kanë ata. Si do të marrë guxi, ku do ta ketë individualitetin ai? Ku këta biznesmen shkojnë hyjnë e dalin në darka dhe dreka me kryeministrin dhe nuk duan t'ia dinë fare se kush është në krye të dikasterit, vetëm e konsiderojnë thjesht si noter të ambicieve të tyre ekonomike. Këtu është problemi. Kjo është demokracia. Demokracia i jep dinjitet institucionit. Jo individit, institucionit. Individi që është në krye të institucionit përfaqëson atë institucion, atë dikaster që është ai. Nuk kanë si është Ermali Eldari apo Anëri. Në krye atë institucion dhe ti ke dignitetin për të vepruar në mënyrë krejtësisht brenda ligjeve dhe kornizës ligjore që përfaqëson. Kush e ka atë guxim? Ju do thoni që ka marrë ca emra të ri dhe i ka bërë ende përsëri mish për to për t'i bërë kontingjent për Spakun. S'kisha as emra të ri. E di siç më tha, pa diskutim, ky ka futur dorën në një kazan dhe e ka rrotullisur atë kazanin dhe këtë kapur e ka vendosur edhe një herë në krye të saj. Kjo është e padiskutueshme. E di çfarë pa diskutim, edhe kjo është një se i konsumoj pushtet i madh. Do përfundojmë si në sistemin e regjimit totalitar ku fillon duke marrë nga kooperativistët dhe njerëzit e punës, pastaj i vendosën i ngritëm se kishin hikur intelektualët, s'kishte më ku. Pritej që të ishte problemi që ndron, më tha një njeri që punon në nivelet larta të qeverisjes socialiste, një ditë unë kam shok femërie dhe rastisht u takova një rrugë Tiranës. Dhe më tha dëgjoj, ishte i friksuar. I thash çfarë ke? Tha po jo, tha se ky më mirë ta bëhet tha republikë presidenciale më. Në fundit tha të gjitha politikat i merr përsipër vetë më zotëri. Po jo, ky udhzon, tjerë firmosin, tjerë të hajnë, ky thot më hangën fiqe rrush pas shpine. Ishte realisht ishte i friksuar dhe në thelb kemi arritur në këtë gjë. Ky merr njerëz të cilët i përkull. Nuk kanë as pak integritetin profesional, dhe forcën e karakterit për t'ju kundërpërgjigjur. Dhe po të shohësh i gjithë cikli që ka vendosur dhe gjithë njerëzit që janë strukturuar në pikat kyçe të qeverisjes,
Janë njerëz të cilët kanë një gjatësi që punojnë me kë, dhe e dyta janë njerëz të ngritur nga ky. Askush nuk është produkt i aftësive individuale të veta. Janë emra thjesht që janë promovuar nga Edi Rama për 12 vitesh tashmë, dhe edhe më shumë sepse ai ka qenë disa herë ky ata kanë qenë drejtues edhe në Bashkinë e Tiranës, pra janë emra që janë ngritur nga ky, janë burmosur nga ky dhe janë dhunuar nga ky. Të cilët pa diskutim nuk kanë asnjë lloj indikatori ose nuk kanë treguar në opinionin publik asnjë lloj sqime që mund t'i kundërvijen pushtetit të Edi Ramës. Të paktën të përfaqësojnë dinjitetin e tyre të figurës që janë. Atë çfarë ju garanton Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, atë çfarë ju garantojnë paketa ligjore e kësaj republike. Zëvendësimin e Veliajt. Zëvendësimi i Veliajt tani do të ndodhe. Do ndodhe. Nuk mund të shmangej, u shmang shumë. Kjo do të ishte bërë më herët, realisht. Veliaj është akuzuar zyrtarisht, ka marrë akuzën zyrtare. Ndodhi tani që ndodhi, mendoj që Erion Veliaj i ka larë hesapet përfundimisht me PS-n apo me politikën. Nuk ka rikthim të Erion Veliajs. Pa ajo çfarë ka ndodhur tek Erion Veliaj është një gjë shumë e shëmtuar, të cilën vjen rasti që ta them këtu, nuk mund të trajtohet subjekti penal, siç ishte në këtë rast Erion Veliaj, të marrësh element nga dosjet hetimore të tij dhe t'i ofrosh media si ushqim, duke denigruar figurën e personit i cili është në hetim. E keni fjalën për ato që dolën për bashortën e tij? Pa diskutim se nuk është puna ta rikthejmë se bëjmë tjetër gjë dhe ne. Jo, thjesht por problemi është kjo është e patolerueshme.